Përshëndetje nga sofra shqiptare, urime muaj i Ramazanit gjithë ju motra që më shikoni vazhdimisht në videot e mia dhe i pëlqeni recetat e mia. Sot për natën e parë të Ramazanit kam zgjedhur që të bëj një iftar tradicional. Kam përgatit poçën e Ramazanit si paragjell, hurme, llokum dhe feq, turshi, somborka të mbushura me lakër, dardha dhe mëshmulla turshi, pasul me mish të terur i rreshkavur në tepsi, bukë pogaçe me hirë gjathi dhe si ëmbëlsirë hamxhimakulle, një ëmbëlsirë shumë e veçantë e muajit të Ramazanit. Besoj se keni me ngelur të kënaqur nga recetat e këtij iftari tradicional. Pasi sot është dita e parë e Ramazanit dhe si ëmbëlsirë do përgatis një ëmbëlsirë të vjetër tradicionale hamxhimakule. Përgatitja e kësaj ëmbëlsire është e thjeshtë, bëhet me pak përbërës. Në fillim kur të përgatisim këtë ëmbëlsirë, përgatisim shërbetin sepse shërbeti duhet të jetë i ftohtë, kurse ëmbëlsira duhet të jetë e nxehtë. Filloj me përgatitjen. Në një tenxhere hedhim 800 gram me sheqer, shtojmë 600 ml me ujë, dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin duke e përzier vazhdimisht deri ai sa të fillojë të vlojë. Dhe shërbeti është gati, e largojmë nga zjarri dhe e lajmë që të ftohet plotësisht. Pasi shërbeti është ftohur, atëherë marrim një tenxhere në të cilën kemi vluar ujë, këtu ka ujë val të nxehtë dhe këtu e kemi gjalpin, të cilin e kam coptu, kam 300 gram gjalp dhe e vendosi kështu enën mbi tenxherën me ujë val të nxehtë që të shkrihet gjalpi. Pasi ena me klyn ka qëndruar gjysmën ore mbi tenxherën të mbushur me ujë val nxehtë, është gati, është shkrirë mjaftueshëm që të fillojmë të përgatisim ëmbëlsirën. Marrim një tenxhere më të madhe. Dhe në të shtojmë 2 vezë, vetëm të verdhat e vezës, dhe një vezë të plotë. Unë jam duke përgatitur me përmasa më të vogla, nëse doni ju vetëm se do dyfishoni masa, nëse doni që të përgatitni më shumë. Shtojmë kështu. Dhe fillojmë që t'i rrahim pak me një tel kuzhine. Ja shtojmë dhe gjysmën e paketimit të pluhurit për pjekje. Një ëmbëlsirë shumë e shijshme, një ëmbëlsirë e veçantë, cila është shumë e kërkuar gjatë muajit Ramazanit. Është përzier mirë masa, tash fillojmë që t'ja shtojmë gjalpin. Pra gjalpi asnjëherë nuk guxon që të shkrihet direkt mbi shporet, sepse do bëhet shumë i nxehtë dhe ëmbëlsira nuk do del ashtu siç duhet. Shtojmë të tërin, se s'është mirë, dhe e përzijmë masën. Dhe fillojmë që ta shtojmë millin. Gjithsej do na nevojiten mill 500-550 gram, varet nga marka e millit, duhet që t'na dalë një brum i butë, jo i fortë. Një brum si i tatlijave duhet na del. Tash fillojmë që ta punojmë brumin me dorë. Në këtë mënyrë do e mbledhim brumin dhe do e kontrollojmë trashësinë. Kam formuar brumin, tash ja jap ëmbëlsirës formën. Kështu në formë të rrumbullak do e bëj. Besoj se është mjaftueshëm dhe në mes kështu do e shpoj me gisht dhe do i vendosi në tepsinë ku do bëj pjekjen. Tepsia është e lyer me vaj. Kështu ju jap formën të gjithë sopave të hamxhimakulës dhe më pas do bëj pjekjen. Pjekjen do e bëj në temperaturë 250 gradë për 5 minuta dhe më pas do e uli temperaturën në 140 gradë për 1 orë. Në këtë mënyrë jep gjithë ëmbëlsirës formën.
Ëmbëlsirën e kam largu nga furra dhe doja hedhi shërbetin. Ëmbëlsira është e nxehtë val, kurse shërbeti është i ftohtë. Përgatisim menyn kryesore të këtij iftarit. Në një tenxhere hedhim 350 gram fasol të pastruar mirë dhe të larë. Ju mund të shtoni fasol për aq sa persona gatuar. E hedhim në tenxhere, shtojmë ujë derisa të mbyllohet niveli i fasulës. Nxezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare fasulit ja japim një val. Fasuli e ka marrë një val, atëherë e largojmë tenxherën nga shporeti dhe ja largojmë ujin e parë fasulit. Fasulit ja kemi largu ujin e parë, atëherë shtojmë ujë tjetër. Ja shtojmë një qepë të madhe, të cilën e kam coptuar në copsa jo shumë tima. Dhe i shtoj misht të thotë. Misht mund t'i shtoni sipas dëshirës. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe e lëm kështu një vrijë që t'i kaloje avullin gjatë zirjes dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë të ulët do e zi fasulin për 2 orë, 2 orë e gjysmë dhe gjatë zirjes nëse ka nevojë do i shtoj ujë. Fasuli është zier mjaftueshëm. Tash vetëm se do ja hedhim vegetë ose krep. Vegetë më mirë do jetë sepse janë melmezat përzime. Tu kam dikon një lugë gjelle me vegetë. Shtoj dhe përzi masën. Mund të shtoni vegetë apo krep sipas dëshirës, do e provoni. Dhe fasulin e largoj nga zjarri. Tash e marr një tigan. Dhe në tigan hedhi një lugë gjelle me gjallë. Shtoj dhe pak vaj, dikon rreth 30 ml. Dhe e lëm kështu në temperaturë të mesme që të shkrihet gjalpi, duke e përzirë që të bëhet bashkë me vajin e misht. Tash ja shtoj një lugë gjelle me biber të kuq dhe vetëm e përzi kështu për disa sekonda masën, sa të filloje që të vloje biberi i kuq me gjalpin dhe vajin. Besoj se është mjaftueshëm dhe masën e largojmë nga zjarri. Dhe masën me biber të kuq e hedhim tek fasuli në tenxhere. Dhe e përzim mirë. Marrim një tepsi ose një tavë dheu, varet se si e doni, dhe e kalojmë kështu fasulin në tepsi që ta rreshkavim. Dhe fasulin e fusim në furrë të nxehtë që të rreshkohet për 10 ose 15 minuta. Pasi sonte është iftari i parë dhe kam fasule si meny kryesore, do përgatis një pogaçe, cila bëhet shumë e shijshme. Filloj me përgatitjen. Kështu në një enë më të madhe e hedhim një lugë të mesme të mbushur plot me maja buke pluhur. Nëse përdorni maja buke të freskët, atëherë do e hedhni vetëm gjysmën e katrorës. E shtojmë në enë. Shtojmë 200 ml me qumësht të ngrohtë. Jo të nxehtë, por të ngrohtë, sa të aktivizohet maja bukës. E përsis. Tash ja shtoj 200 ml me lëng gjathi. E përsim masën, ja shtojmë një vezë të plotë.
Përsëri derisa përhapet veza. Dhe ja shtoj millin. Milli nuk maltet asnjëherë, derisa të formohet një brumë trashësi mesatare. Shtoj në fillim një pjesë të millit. Ja shtoj vetëm pak krip, pasi lëng gjatit ka krip dhe nuk nevojitet më shumë. Dhe shtojmë një pluhur për pjekje. Tash masën fillojmë kështu që ta punoj me një lugë derisa ta formojmë një çullë të trashë. Kemi formuar një çullë të trashë, tash përsëri do shtojmë miell dhe masën fillojmë që ta punojmë me dorë. Pra e mbledhim brumin, kështu duke e punuar. Kam punuar brumin dikon rreth 5 minuta derisa pothuaj plotësisht është larguar nga dora. Tash e ku ndodhet brumi e mbulojmë dhe lajmë që të pushojë për 30 minuta në ambient dhome. Brumi i pogaçës ka pushuar mjaftueshëm, e largoj nga ena dhe e kalojmë në tavolinën e punës. Kështu e punojmë pak në enë. Hedhim miell në tavolinën e punës dhe e kalojmë brumin. Kështu brumin e punojmë derisa t'ja japim një formë trombullakët dhe të lëmuar. Besoj se mjaftueshëm. Dhe tash vetëm se do e hapi kështu me duar apo me anë të shkupit për gatim. Varet se si punoni. Vetëm se munduhem t'ja jap formën e rrumbullakët, besoj se është mirë. Tash e marrim një tepsi, cilën kam hedhur vaj, e lyjm tepsien me vaj. Dhe e kalojmë pogaçën. Kështu edhe një herë do e punojmë në tepsi. Dhe pogaçën tash do e lyem me një të bardhë të vezë. Dhe pogaçën e pjekim në temperaturë 220 gradë rreth 20 minutave. Dhe në fund na ka ngelur përgatitja e supës. Unë për këtë iftar nuk do përgatis supë, po do përgatis spaçe. Taman do e bëj një iftar tradicional. Këtu në enë kam 300 gram me kos. Shtoj 250 ml me ujë, një vezë të plotë, hedhi në tenxhere, shtoj një lugë të mesme me vegetë, 3 lugë gjelle miell, uthull, një lugë e gjysmë gjellës dhe disa thelbime hudhër, cilat i kam coptu emët, dhe e përzi mirë masën, kështu derisa miellit mos ngelet topta. Kam përzien mirë masën, tash tenxherës ja vendosi kapakun dhe e la që kështu për 10-15 minuta sa kemi kohë ose 20 dhe më pas do e vendosim në zjarr. Largojmë kapakun dhe vendosim në zjarr. Rrezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare do e zi masën kështu duke e përzier vazhdimisht deri ajo sa të filloj të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, atëherë ulim temperaturën në minimale dhe e zim faqen për 7-8 minuta duke e përzier kështu vazhdimisht. Marrim një tigan dhe në tigan hedhim një lugë gjelle me gjallë. Shtoj dhe pak vaj dhe kështu në temperaturë të ulët e shkrijim gjalpin. Gjalpi është shkrijer mirë, e kam përzi kështu vazhdimisht që të bëhet me vajin bashkë. Tash ja shtoj një lugë të mesme me biber të kuq dhe e përzi mirë. Kështu.
dhe e përgoj vetëm për disa sekonda duke e përzier. Dhe poçën e servojmë kështu volë të nxehtë në fërinë. Unë dhe servoj në këto llojinësh, në fërinë të dhejut, dhe ketë një shije shumë të mirë. Dhe sipër poçës i hedhi nga gjalpi dhe vaji me biberin e kuq. Kështu nga 2 lupja shtoj. Jemi vetëm disa minuta para vaktit të iftarit, atëherë servojmë sofrën. Do servoj turshi së mburka të mbushura me lakër. Këtë recetë e keni parë gjatë muajit shtatorësh në kanalin tonë zyrtar. Do vendosi turshi me mushmulla dhe dardha dhe këtë recetë e gjeni në kanalin tonë. Jemi vetëm disa qaste para vaktit të iftarit. Zoti na pranof lutjet dhe ditën e agjerimit. Ju falinderit gjithë ju motra që ndatë kohë me mua për ta parë këtë video dhe këtë receta tradicionale për iftarin e parë të Ramazanit. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.